Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa tammu taslima ala khairi khalqillahi ajma'in. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Falënderojmë Allahun Azza wa Jall për të gjitha të mira që na ka dhënë, lutim Allahun që të na bën nga robërit e tij falëndërues. Ndërsa salatat dhe selamet qofshin mbi Muhammedin alayhi salatu wa salam, bi familjen, shokët dhe të gjithë ata që ndjekin këtë rrugë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Vlerëruar, po vazhdojmë edhe me tutje me temën e radhës të këtij seminari, ku tema boshti kryesor i kësaj teme është metodologjia e Ehlusunnetit në pastrimin e zemrës. Dhe kemi fol në fillim në temën e parë për kuptimin e këtij pastrimi dhe gjithashtu për rëndësinë e kësaj teme. Tash në temën e dytë do të flas për bazat mbi të cilat ndërtohet metodologjia e Ehlusunnetit në pastrim. Këto baza duhet të jenë shumë të fuqishme, shumë stabile për ta bërë një temë të kësaj rëndësie, për ta bërë një temë të këtyre përmasave të mëdha që folëm për to më herët. Prandaj nëse tema është kaq më e rëndësishme, sikur që folëm më herët, atëherë padyshim se duhet të ndërtohet në baza të fuqishme, stabile, që garantojnë qëndrueshmëri dhe stabilitet të kësaj teme. Nisër të flasim për bazat e çfarë do lloj teme në Islam, padyshim se gjithmonë ajo që e kryeson tërë këtë është Kurani dhe Suneti. Mirë po, nuk është me kaq thjeshtësi Kurani dhe Suneti. Kërkon një kuptim pak më të thellë, kërkon një kuptim pak më ndryshe që baza mbi të ndërtohet kjo temë të jetë Kurani dhe Suneti. Andaj, çfarë dua të them? Dietarët islam për shembull, kur kanë folur në rrafshin e besimit të akides, se baza e argumentimit në çështën e akides është Kurani dhe Suneti, nuk kanë mjaftuar me kaq. Po çfarë kanë bërë? Kanë përmendur pika të cilat do të thotë dëshmojnë reflektimin e kësaj baze në kuptimin e besimit. Do të thotë, nuk gjithmonë dietarët tonë janë munduar që të përmendin pika praktike, ta zbërthejnë deklarimin teorik në rrafshin praktik. Nga se këtu vret realisht kuptimi i drejtë i asaj që po thrasim të, përndryshe të gjithë thojnë Kurani dhe Suneti. Por si reflekton kjo? Reflekton në këto pika, në këtë e kështu me radhë. Andaj, padyshim se baza e bazave dhe themeli mbi cilën Ehlusunneti e ndërton metodologjinë e tij në pastrimin e zemrës është Kurani dhe Suneti. Dhe për këtë ka argumente të shumta që na obligojnë që të jetë kjo bazë në përmirësimin e zemrave tona. Mirë po, unë dua këta riformuloj. E përmenda bazën, e përmenda cila është baza për t'ju përmbajtur fjalëve të dietarëve. Apo, tash pasi që e prezentova që ata kanë thonë, jam tash më i lirë për ta riformuluar tash personalisht atë që si e kuptoj unë këtë atë që ata kanë thonë. Unë e kisha formulu kështu. Çfarë realisht na duhet Kurani dhe Suneti në pastrimin e zemrës? Çka na duhet ai? Për atë që dim sa na duhet, për atë që përdorim. Njerëzit nganjëherë mund të jenë përballë një pajisje që ka mundësi të shumta, por nuk e din se ju duhet për këtë, dhe përderisa nuk e din se ju duhet, nuk e përdorin. Për atë që e dim se sa na duhet kjo pajisje, dhe jemi të bindur se kjo posedon mundësi për të na shërbyer na që na duhet në pra që përdorim. Ne mund të dim se kjo na duhet për këtë, për ajo mos të ketë efikasitet. Atëra nuk na kryjm punë. Prandaj, për të shërbyer me Kur'anin dhe Sunetin e pejgamberit këtë temë na duhen dy gjëra. Apo e para të dim realisht sa na duhet në këtë temë, dhe e dyta që duhet ta dim, po
spaku duhet përmendet mundësia e Kur'anit dhe Sunetit për të na shërbim këtë mejdan. A është i mjaftueshëm Kur'ani dhe Suneti për të na përmirësuar, apo ka nevojë për asistencë? Po teorikisht asnjëherë nuk du përgjigje. Kërkojmë të përgjigjem praktikisht tash. Nga se ne mund nganjëherë të themi përgjigje praktike po, teorike po, ndërsa praktika thotë jo nuk është kështu si po thotë apo. Në shumë vende në Kur'an, vëllezër nderuar, Allahu xhallahu ala thotë: "Wa nazzalna alayka al-kitaba tibyanan li kulli shay." Ne ty ta kemi zbritur librin sqarues për çdo gjë. Në kuadrat e këtij sqarimi bën pjesë çfarë? Edhe si të pastrohet zemra. Andaj Kur'ani dhe Suneti i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam kanë mësime të mjaftueshme për të na përmirësuar. Dhe Kur'ani dhe Suneti që po flasin për to, janë mua ata që kanë qenë në kohën e ashabëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam pa ndryshuar asgjë. Për disa është kështu. Pse atër s'po përmirësohemi? Pse atër ka ende smundje? Pse? Atëre përgjigja është një, nga se nuk kemi duke e përdor Kur'anin për këtë vetëm. E për çka ne e përdorim Kur'anin? Disa prej muslimanëve Kur'anin e përdorin, mjaftohen me përdorim të tij për lexim. I duhet për të lexuar Kur'anin namaz, apo edhe përdor për të lexuar namaz. Disa për njerëzve i duhet Kur'ani, apo për të debatu me ata që spajtohen me te. E disa e keq përdorin duke edhe kënduar për të vdekur, e disa për këtë kështu me radhë. Ashabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e kanë përdor Kur'anin për të shëruar nga këto smundje. Andaj janë shëruar. Allahu xhallahu ala thot: "Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, dhalika khairun wa ahsanu ta'wila." An-Nisa ayati 59. Ayati par An-Nahl 99. Allahu xhallahu ala thot: "Fa in tanaza'tum fi shay'in." Në qoftë se bini në mos pajtim për ndonjë gjë, kthene tek Allahu dhe pejgamberi, kthene tek Kur'ani dhe Suneti. Në qoftë se, shikoni, kthene tek Allahu dhe pejgamberi, kjo është e mjaftueshme për të kthyna. Allahu xhallahu ala tash po e fuqizon këtë kërkesë për të kthyn Kur'anin dhe Sunet me një stimulues, por edhe në tjetër një vërejtje shumë për neve shqetësuese. In kuntum, në qoftë se jeni ju ata që besoni Allahun ditën e gjykimit apo. A din si bjen kjo praktikisht? Që bjen? Ti ke pa një grumbull njerëzish atje larg. Apo? Dhe ke përshtypjen se ata janë ata që ti ke pas më u taku me ta. Të duhen për një punë caktuar. Dhe ke shkuar dhe ke thënë, unë po i pres se sa është dashur më ti më ardh, të ma kryeni punë kështu më radh, ata thënë, për çfarë bëhet fjalë? Po a jeni ju ata? Sa ti nuk jeni me ata, e më fal pra. Fjalët ata nuk kanë për ju. A kuptove? Allahu po thotë, nëse besoni, a jeni ju që ata që besoni Allahun dhe pejgamberin po? Po na jemi që ata po. E pra i kam do fjalë me ju apo. Kur jeni në mos pajtim ktheun tek Allahu dhe pejgamberi apo. Ne themi na jemi ata që besojmë në Allahun dhe pejgamberin, por kur bie fjala për çfarë duhet të thotë atyre jo siem na, që ata të tjerë ata që duhet me kthyn Kur'an Sunet. Na siem ata. Na këtë me kem të kryme. Na kthemi Kur'an Sunet apo e kush duhet me kthyn Kur'an? Na jo. Ata xhamati aso xhamia, ata duhet me kthyn Kur'an, na të kthymim jem. Po do të neve nuk na përket thirrja ktheun Kur'an Sunet, i përket dikujt tjetër. Apo? Po mirë lo ti, a u legjitimove? Fal, a jeti filan festiku po? E po ti ai që duhet marrë? Jo, unë filan festiku, po ai që duhet marrë është ai tjetër. Jo, ç'është ai tjetër? Ktu po shkon që ti ai. A kuptove? Prandaj Allah po in kuntum, a jeni ju çata? A jeni ju ata që keni besuar Allahun dhe pejgamberin dhe ditën e gjykimit? A jeni ata? Po. Na jemi ata Zot. E po ju hajdeni. Çdo mos pajtim kthehen në Kur'an dhe Sunet. Ibn Qayyim rahimullah thot
Këthiri Allahut Azza wa Jall që të kthehemi për çdo gjë në Kur'an dhe Sunet është një garancë se çdo gjë është në Kur'an dhe Sunet. Nga se është e pamundshme që Allahu të na thret të kthehemi në Kur'an dhe Sunet për çdo imësi e pastaj kur ne e ndëgjojmë Allahun këtë tim mos ta gjejmë atë. A është kjo e mundshme? Është e pamundshme atë. Është e pamundshme. Prandaj me këtë ne garantojmë. Allahu thot tibyanan li kulli shay. Ai ty të duhet për çdo gjë. Dhe e garantuan por sa ai na duhet. Dhe e dytë Allahu po të ferudduhu, ktheu tek Allahu dhe pejgamberi që nën kupton se Kurani dhe Suneti kanë shpjegime të mjaftueshme dhe të bollshme për ta përmirësuar zemrën tënde. A u binde e tash përdore pra. Si ta përdorim Kur'anin dhe Sunetin në këtë temë. Kështu duhet t'i qasim këtë temë për ta kuptuar më drejt. Ashtu është lehtë me thonë për shembull, nga bazat e ehli Sunetit në pastrim është se ata e ndërtojnë këtë metodologji, e ndërtojnë këtë projekt të madh jetësor në Kur'an dhe Sunet. Në gjithë njemi komat e mirë se ne jemi ata apëtën. Ja duhet me ngacmu këtë deklarim. Apo duhet me ngacmu, nuk duhet kur me lora atë kërkon për neve në deklarimet e tia. Gjdo sen provim një qitave. Gjdo sen. Jo na qësëm provim e njerëzve, në zgudzojmë, po t'i përdorim provimet kuranore për t'a provu vetën tonë. Apo? Mirë, a është baza e jonë Kurani dhe Suneti? Po. Ibn Qayyim rahimullah thot se ai që e shëron vetën e tij me diç tjetër pas me Kur'an dhe Sunet i ngjan një çmuri i cili e shëron vetën e tij pa konsultim mjekësor. Thot e ku mund të takohet apo diagnostifikimi i mjekut me ignorancën e çmurit? S'mund takohen. Thot e në qoftë se kjo qëndron kështu në rrafshin e shëndetit fizik, atëherë shërimi i zemrave i është dorëzuar pejgamberëve të Allahut Azza wa Jalla. Dhe çdo kush që tenton me shëru këtë zemër, me diçka tjetër, përveç se me mësimet e Allahut dhe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, do t'i shtohet smundja. Mirë, na këtë do na më kthy tash pak më ndryshe, që nuk kupton. Çdo kush që i përdor mësimet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, çdo kush që e përdor Kur'anin dhe Sunetit, domosdoshmërisht do të dëshmohet efikasiteti i këtij burimi në shërim. Ne po deklarojmë se Kur'ani dhe Suneti është baza jonë, apo? Ne po deklarojmë se ne pasojmë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam nëse ende mbetemi të smur. A din çka fitin gjan kjo? Pak përse afërmi i ngjan këtij rasti, edhe pse dallon shumë aspekte. Përsa për të parafruar pak. Ka ardhur njëri tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ka thënë ja Rasulullah, vllau im është i smur nga barku. Apo është i smur nga barku. Ka thënë eskihi asalan. Kur jepi mjalt me pija. I ka thënë mjalt, aty është stu smur edhe më shumë. Ka thënë ja Rasulullah, hisë ka bëhet më mirë. Ka thonë, iskihi asalan, jepi mjalt. I ka thonë mjalt, ati është smu edhe ma tepër. Ka thonë, Rasulullah, ajo është duke maru pësajaj, nga dhimbja e barkut. Qëfar t'i bëjmë? Ka thonë, iskihi asalan, jepi mjalt. Apo. E ka thonë mjaltën dhe nuk është përmirësu gjendja ti. Ka thonë, Rasulullah, përvua me mjalt, nuk shërohet. Ka thonë, sadakallah, wa kedhebe batnu e khi, kapëtën. Allahu e ka thonë të vërtetën, apo, po pse vllajt e ka barkun e prisht, që ja ban mjaltën, atëra s'ka faj shariati për këtë punë. A kuptove? Allahu ka thonë janal, ja duhet më janal. Pse ti s'janal, apo, a i ka problem tjetër atë, se ka problemi që po thotaj. Ka s'është dash më janal, qysh janal, kur Allah ka një janal. Apo, e atër çka i bjen kjo? Kjo i bjen se gjithdo vëni me shërime tonë i bjen se po gënjene ata jona. Ata që po thonë e kanë Kur'an Sunet nëse janë përmirësu Allah, po gënjene se kanë përdorur si duhet. A do më përmirësu? Është dash të jenë më të mirë? Apo është dash që do punë të flakën më ti?
Që shka mundësi të deklarojmë se na kemi Kur'anin dhe Sunetin, ditë për ditë e përdorim për shërim, dhe ende në dhem barku. Ende kena problemin në dhem syni, në dhem gjuha ende. Qysh? Atëre, ose nuk pa e përdorim, apo, ose qenë ka ilaq efikas. Këtë dytë nësë gëzën të paramendohim se komplikohet që është e pasaj në besim atje. Bëhet problem shumë, apo. Apo, atëherë, ne dëshirojmë që Kur'ani dhe Suneti jetë baza e shërimit praktik, jo teorik. E si duket një person i cili e ka bazë të shërimit Kur'ani dhe Sunetin, na duna me pa një njëri i cili e ka bazë të shërimit Kur'ani dhe Sunetin. Si duket ai njëri ato? A duket ai njeri me mjekër? Ka mjekër ai. A duket ai njeri për shembull i veshur disi ndryshe? A duket kështu? Ja si duket njeriu që e ka bazë të pastrimit të zemrës Kur'anin dhe Sunetin. Dëgjoni, i kam përmbledh 4 pika. Të cilat janë dëshmi praktike të qenurit Kur'an në zëndë bazë e pastrimit dhe shëndetit. E para është, dhe ndëruar, aja që ishte tema e parë, ai që përdor Kur'anin dhe Sunetin për shërim të ti, të pastrimit të zemrës, ky njeri ka të qartë shumë rëndësinë e kësaj teme. Sara nuk e përdorim Kur'anin dhe Sunetin, apo zbehet rëndësia e kësaj teme, zbehet gatishmëria për të marrë me këtë temë. Një njëri cili, për shembull, ka një diplom që e ka kry shkollën fillore. Ka diplom. Mirë po, nuk e din alfabetin e gjuhës shqipe, nuk din me lezu. Nuk din shkrim dhe lezim, dërsa diplomën e ka. Çfarë të bëm përshtypje ti për ballë të njëri? Ose shkolla ka qenë falso, ka prodhuar diploma falso, ose ky njeri ka falsifikuar diplomën. A është e mundshme 8 vjet në shkollë njëri me shkollë nuk di me lezu? A është kjo e mundshme? Nuk është e mundshme. A është e mundshme një musliman 10 vite thot Kur'ani Suneti Selefi, Kur'ani Suneti Selefi, edhe ende nuk e din ku i bjen hartë pastrimi i zemrës? Njohja e kësaj teme është reflektimi i drejt për drejt i saktësisë së deklaratës tënde se Kur'ani dhe Suneti është baza ime. Çka mundsi Allah, hajti i dytë në Kur'an, "Wa thiyabaka fatahhir", apo hena ala kena në çështje periferike duke u marr. Këtu ka një defekt apo. Andaj baza mbi cilën ehli sunne wal jamaa e ndërton pastrimin e zemrës, baza e parë dhe e fuqishme është Kur'ani dhe Suneti. Për kjo i ka reflektimet e veta. Reflektimi i parë është njohja e rëndësisë së kësaj teme. Reflektimi i dytë, dhe ndëruar, është ajo që dietarët e quajnë mesatare japën, el-wasitiyya. Ehli sunne wal jamaa janë mesatar çdo gjë. Kur e sheh njëri të balansuar në të gjitha mejdanat, dije se kjo nuk është si pasojë e mençurisë së tij. As nuk është si pasojë apo e aftësisë së tij, por është si pasojë e ndikimit të Kuranit dhe Sunetit tek ai. Nga se ka pas njerëz shumë më të zhvilluar intelektualisht, apo por që kanë përfunduar në ndonjë nga ekstremizmat e qortuar fetarisht. Prandaj kjo temë ka rëndësi të madhe, po nuk duhet të jetë në llogaritë të akidës. Nuk duhet të jetë në llogaritë të fikut. Sikurse për shembull, ka pas nga sufit e hershëm, të cilët janë marrë me pastrimin e zemrës. Apo dhe pastrimin e zemrës e kanë konsideruar si të mjaftueshëm ndaj kryes të gjitha dispozitave. Si un fal namaz ka fal, do me pasur zemrën. Apo pse? Nga se ata çfarë kanë thënë?
kanë thënë e kërkuar është frika ndaj Allahut. Nëse kjo arrihet, atëherë nuk kam nevojë me dëshmuar me namaz. Ka thonë po e ndikët. E kërkuar është dashuria ndaj Allahut. Zemra duhet Allahun më e dashur. Unë fluturoj nga kjo dashuri. Pra pse duhet me dëshmu këtë punë ata që nën këtë nivel atë. Kjo është balans. Kjo është balans ekstrem. Apo të tjerë që thonë po, duhet më marrë me pastrimin e zemrës, duhet më marrë me këtë çështje, mirë po kur vim praktikisht për shembull çështjes së caktuar praktike fetare i kushtojnë si 10 fish më tepër se kësaj çështje. Këtu ka debalans. Andaj reflektimi i drejt për drejt, indikimi të Kuranit dhe Sunetit tek ne është balansimi, ecja e balansuar dhe të Allahu xhallahu ala. Edhe në këtë temë, edhe në tema tjera. Prandaj shikoni subhanallahu sa në mënyrë precize ehli Suneti e ka gjetë mesatarën me lejen e Allahu xhallahu ala në të gjitha çështjet. Për shembull tek çështja e imanit. Ka nga grupacionet e devijuara që imani tek ata është i ndërtuar mbi fjalë dhe vepër. Po, sikur te xhavarixhet. Mi po nuk pranon coptim, është tërsi. Ja e merr komplet, ja e lën komplet. Kjo është ekstremizëm. Po. Kurani imani është fjalë dhe vepër, po. Mirë po, nuk është tërsi e ngjitur. Nëse pranon coptim, apo a ka mundsi njëri me kon musliman falet, apo për shembull bën gibet, ky musliman që nuk ka kafir. Ja s'ka. Ja krejtja heq. Kjo është ekstremizëm. Kanar tjerë kinë se me balansu këtë ekstremizëm, por fatë kërësisht, kanë dasht me balansu duke shiku në pjesën atje, jo duke shiku në balansën e Kuranit dhe Sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj kanë thonë që nuk ka mundësi nga se shikon, ne e dim se njeri ka ndonë në kohën e pejgamberit ka gënjy ose ka bëu probleme të caktuara dhe pejgamberi se ka shpallë pa besimtar. E çfarë nuk kupton kjo? Kjo nuk kupton se veprat nuk kanë pikë ndikimin e iman. Nxjerrë veprat komplet rahatosh, mjafton deklarimi teorik se je musliman atë. Është prodhu me automatizëm ekstremizmi tjetër. Ehli Sunneti kanë ardhur mesatarën këtë drejtim atë. I ke ata nga ashabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dashuria ndaj ashabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilët kanë konsideruar se kush për shembull nuk e shpall meritor Aliun radiallahu anhu për të qenë halife, për të qenë i pari, sikur se janë shiat, dhe problemet të tjera të shumë që i kanë, e kanë shpall pa besimtare kështu me radhë. Të tjerë kanë ardhur në kundërt, apo të cilët kanë thonë se kushdo që e lavdron Aliun, shiko, si ka thënë me revanshu, me hakmarrje personale, kush e don Aliun është i devijuar atë. Kanon e sunë xhema kanë ne dojmë Aliun radiallahu anhu, apo se nuk bën dashuria e tepërt e shijeve të na bën të urrëtun Aliun. Këse debalansin nga ne shkaktojnë në mesin tonë atë. Ai për shembull dikush e don njëri shumë, apo e vetë pse dikush e don shumë, ai thotë çoj ka tek, fillon tash me gjithë ashtëtimin që kjo është i keq. E çka të ka faj ky që ky e don shumë? Apo çka të ka faj ky që ky e don shumë? Ti le njërin këta, ti balansoje këta. Ama mos tento këto me prish. Prandaj ata kanë shkuar në dy ekstremizma. Ka ardhur e Sunneti ka thonë se Aliu radhiyallahu anhu duhet ta duajmë, është nga helibeti, këtu e ka opozitën, por nuk është këtu se kanë ata. E ku e kanë ditë ehli Sunneti, ku e ka vënë Aliu? Nga ndikimi i Kuranit dhe Sunetit. Kjo është. Kush e u ka mësuar vin ndarse mes xhavarixh dhe murxhive? Wallahi Kurani dhe Suneti, asnjë matit e trafon. Anesar të gjesh njëri të balansuar në estë e ti, mesatar, me kuptimin e drejt fetar të kësaj mesatarie, dije se e ka nga ndikimi i Kurani dhe Sunetit veç, se s'ka diçka të tërë. Prandaj, sufit e hershëm, kur kanë punu në pastrimin e zemrave, kanë tentu të pavarësohen nga Kurani dhe Suneti. Dhe kanë dashur që mësimet për pastrimin e zemrës t'i marrin nga Allahu Azza wa Jall.
E si mi morë nga Allah Gjellu kur s'ka shpallje, e se ta e kanë ditë me pretendu se me shpallje bën kufar. Apo? Me e këthy çështën Kur'an e Sunet rënon shumë kuptime tyre që s'janë çashtu. Atëre, si mi morë nga Allah Azza Gjell, e kanë shpall bazë të fesë ëndrën. Apo? Ondër ka pa shehe i tyne se kjo është e mirë, atër farsë është. Shiko këtë ekstremizëm, shiko këtë debalans, me ondra apëtën. Ata të ubën e kanë me ondra, uzimin e kanë me ondra, vërsimet e punë. Për shembull, i thua, pse e adhurani vorën e pejgamberit s.a.s. Pse? Pse filoni, për shembull, është kaq i shenjtë te ju? Pse është kaq i madh ky? Nga se ka pa ondër pejgamberin s.a.s. ja ka dhënë libër, i ka dhënë tim me këtë libër uzoj umetin tem. Pejgamberi 23 vjet ka luftuar në zhgondër për izgjuar apo me ngjall Kur'anin dhe dikush me një ondër e rënon të ratë punë se i ka ardhur pejgamberi s.a.s. Në këto ekstremizma që ti ishe që kanë shkaktuar që ti qesh për tyne, nuk është pse ata kanë qenë në kuptimin në rrafshin intelektual të nivelit të idiotave apo që s'kuptojnë asgjë. Jo, ata kanë qenë shumë të shkatët të mëshëm apo. Po për shkak se nuk e kanë balansu udhimin ka Allahu xhallahu ala me Kur'an dhe mesat, nuk e kanë gjetë mesatarët. E tash, ndoshta edhe ne nganjëherë jemi ekstrem në aspekt caktuar, por na nuk e vrem këtë. E duhet ta kontrollojmë mesatarën tonë me ecën e ashabëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Atëherë shese a jenë djathtë, a jenë majtë. Nganjëherë na dukem çesharak para ashabëve. Apo sikur e sufit, me ondra, që këta, apo, qëfar mesatarën ndjekin, për shembull me të pa Omeri, thot, ti e mesatara? Për shembull, unë me të tonë që shtut, ti si ekstremista, ti që nga në kulm në ekstremizmit, që ekstremizmi nuk është në kuptimin e arrogancës, për në kuptimin e zbejes, apo, a nuk është ekstremizm, zhveshja nga gjitha parimet fetare, dhe kjo është ekstremizm. Andaj, a mund dollë na nga njëherë, nga perspektiva ashabëve shikuar, a mund dalim edhe nga njëre ekstremista? Po, valla, Allah lem çka dalim ne me dulbit e Omerit me na shikua pëtën. Apo, e po duhet me shiku, e pastaj me ta, me shiku djathë edhe pak djathë, apo, edhe pak majt, që kështu me balansu ecën tonë, pëtën. E kur kështu të balansujmë ecën, kjo është ndikimi i asaj që thash, baza jonë është Kur'ani dhe Suneti, pëtën. A ke shikuar ndër me dulbit e Kur'anit apo zemrën tonë, që shikosh mos shumë djathtas. Shikoj këta vëllezër që po i nxjerrin me kamerë, pak më shku djathtat hoç nuk per rrokë, veç pak më shkapa. Ata pia atje të balanson. So nuk mund me ditë ku mesi. Por ai ka atë makinë, atje ka po, edhe i thot hoç djath majt e kështu me radhë. Pa dikush e ka kështu shredikisht këtë kamerën, apo që thot shumë i shku djath nuk pe ka rrethi, do të pak më afër apo, nëse nuk duhet bukur imazhi mrapa pastaj. Andaj Kur'ani dhe Suneti të drejton ku më ul, apo si dukesh, a dukesh bukur apo nuk dukesh bukur. Po jo ti më përcaktu kët. Por kjo që është përpara tregon ty jopta. Prandaj kur themi se Kur'ani është baza jonë, nën kupton qëndrimin mesatar. Kur'ani tregon dhe Suneti e pejgamberit tregon a kur je ul këtu, se na më ul këtu për shembull, edhe kjo është mesatar. A është kjo mesi këtu? Këtu në fund, a o mesi? Po, është mesi. Po, si nuk është mesi. Mesi në qofë se mas pik të ujtë e pjatë jetë. Del këtu mes. Apo? Ku do që i vendos pikën del mes? Garantaj. Pse? Nga se ja vendos dy anë ku dushti, e pastaj del mesi ku ki qefti. A kështu? Ku të ki qef del mesi? Ku të dënë ti del mesatar? Me një kusht. Dy pikat e skajshme i vendos ku ke dëshirti. Pastaj del mesi sipas qefit tën. Por ne duhet shikojmë pikat që masin mesin, a janë pikat ndonjë nga Kur'ani dhe Suneti, kjo është problem. E pastaj është, a janë këtë ekstremizëm ku jepën. Prandaj para se të përcatojmë mesatarën, ti përcatojmë megjet apo e Kur'anit, kjo pik. Pastaj nganjëherë mund të më dal tërësisht nga meta, hin fushë vëllai se turit jashtë fushë. Apo se ne mund të përcaktojmë fushë po ku dojmë ne. Apo a pastaj nuk ka as nuk ka as pse ka 100 fushë. Po nëse i përmbajmë rregullave të lojës, që përcaktohet vija e fushës, atëherë dalja e topit konsiderohet jashtë loje. Apo jashtë loje.
Kurani dhe Suneti përcakton këto vija për të na treguar neve a jena në lojë, a jena dal për lojë krejtna. Ai mesatare kjo është. Kjo është ndikimi i Kuranit dhe Sunetit vëndëruar që të jetë baza e përmirësimit tonë atë. Prandaj këtë kanë pas për qëllim dietarët me mesatare, apo të përcaktohet territori i lojës, apo. Nëse nganjëherë vallahi ka musliman që ngrati as nuk është në territor fare hiç apo. Një njeri ka shku me marrë abdes dhe ka dash me i tregu aftësitë e tij gjuhësore, sa bukur let arabishtin ato. Apo? Edhe e ka pa një njeri nuk merr abdes mirë apo. Dhe i ka thonë tash ka dash me gjuhën e pastër arabe ta këshillon, apo për të shprehur aftësi gjuhësore. Edhe i ka thonë igsil yadaka wa rijlak. Kjo është gabim fatal gjuhën arabe. Apo, nga se do të thonë igsil yadayka wa rijlayk. Nga se ndron rasa, apo ka rasa emërore, gjinore, rrjedhore në gjuhën shqipe. Varësisht për përdorimet e merr edhe trajtën e caktuar. Andaj kjo i bie sigurisht me dash me dëshmu aftësitë në gjuhën shqipe, apo dhe me thonë laje këmbës dhe laje dorës. A është kjo shenjë se ky njeri që ka shumë javë, ndoshta me në dialekt diku ku dia i bën, po me standardet e pranuara të gjuhës shqipe e di që nuk i bën mirë kjo punë atë. Apo? Edhe kur e ka thënë kët laja këmbës dhe laja dorës, apo kështu kur ka thonë, e ka lëviz kokën subhanallahu. Ju në shku ata që kanë folë kështu aftën. Atë kuptojmë që unë jam me ata që ka folë kështu aftën. Edhe i ka kthyer i ka thonë, jo që ju në shku, po ata që po flet ti s'janë në dunia kur Allahu. Kështu s'ka pas kur. Ti je i pari që flet kështu aftën. Andaj nganjëherë edhe na me vepra tonë, janë shkuar lësnit nëna meta aftën. Gariba. Vjen Abu Bekri thotë që kështu s'ka pas kur lësnit, mos i gale aftën. Po hin loj, se je jashtë vijes të lut. Je të lut atje ku është auto Allah. Hin mrena. Andaj Kurani dhe Suneti na mëson që timi pjesë e lojës së Allahut. Futesh mend ta përshtatoj mesatarën. Ka se sipas neve gjithkund mund me lut aftën. Qysh dush më pse? Kush të obligon? Ku dush ti përshtatoj mesatarën? Por pastaj mbetet e jotja. Por mesatarja fetare përcaktohet ndryshe aftën. Andaj kur themi se Kurani dhe Suneti janë baza jon këtë drejtim është që Kurani dhe Suneti përcaktojnë vijat aftën. E pastaj e dim në bazë të Kuranit dhe Sunetit, ai më duku marrë mjaft me tevakkul, as më duku marrë. Ai të kallzon. Ai më duku marrë mjaft me dashurinë e Allahut xhallahu ala apo jo. Sa është ai ta përcakton. Kurani dhe Suneti përcakton. Njohja e kësaj mesatare është reflektim pozitiv i drejt për drejt i asaj që ne themi se është bazë në shërimin e zemrave që është Kurani dhe Suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu të ndëruar prej asaj që mund përmenden këtë drejtim që i kanë përmend dietarët është se kur themi se Kurani është baza, që të jenë provime, apo unë po ju juve pyetjet e provimit ato. E ti tash këtë listë me këto pyetje e bën pjesë përbërëse të jetës tonë, çdo ditë pyet veten tënde. Ku është mesatare? Ku është tash ti mirë me këtë çështje? Reflektimi i tretë i të qenit Kuranit bazë. Nëse Kurani është bazë, që kështu reflekton. Është përshtatja e teksteve mes shprehjes dhe përmbajtjes. Këtë na mëson Kurani. Çka nën kupton kjo? Kjo nën kupton dy gjëra. E para, se shariati ka përdorur terminologji të posaçme, origjinale, që ka të bëjë me temën. Nuk duhen të zëvendësohen këto terme me diçka tjetër. Andaj, Allahu xhalla xhelalu e ka quajtur, për shembull, një vepër caktuar tawakkul, e ka quajtur khashje, e ka quajtur khauf, e ka quajtur reja. Ka quajtur kështu Allah i ka emërtu. Duhet t'i përmbajmë këtyre termeve në kuptimin shprehimor, të jashtëm. Dhe gjithashtu edhe në kuptimin përmbajtësor. Prandaj
nga të qenurit e Kur'anit dhe Sunetit, baza jone është që të përcaktojmë do të thotë fillimin e një termi dhe fundin e tij me një fjalë kufit e termit të përcaktojmë me Kur'an dhe Sunet. Çka nuk kupton kjo? Na për shembull themi se besimtari duhet të mbështetet në Allahun Azza wa Jall. Mbështetja apo e merr një territor në zemrën tonë. Territori i mbështetet në zemrën tonë ose kuptimi i kësaj mbështetje është i përcaktuar me Kur'an dhe Sunet apo është përcaktuar me definimet tona? Devotshmëria e Allah, takvalloku, që është tek ne, është e njëjta. Shprehja e kuptuam që ka njëjtë, përmbajtja është e njëjtë si në Kur'an Sunet. Për shembull, Allahu Jalla Jalaluhu disa njerëz në Kur'an i ka quajtur gënjeshtar. Po gënjeshtar i ka quajtur. Disa njerëz Allahu Jalla Jalaluhu në Kur'an i ka quajtur dyftysha, hipokrita. Dhe askun në Kur'an këta njerëz nuk janë përmend me emra, por janë përmend me cilësi. Kush e ka këtë, kush e ka këtë, kush e ka këtë. Këto cilësi përbajnë kufit e këtij termi. A jemi konsultuar ne ndonjëherë me këto cilësi për të garantuar se nuk gjendet kjo tek ne, apo jemi mjaftuar me atë që është e përgjithshme se na nuk jemi kufar. Unë jam këtu para vëllezërve që kanë kaluar, shpresoj, kohë në Islam dhe i kanë të qarta kuptimet, i kanë të qarta gjërat, andaj më lejoni që të kem një lloj lirie në atë që po e shprehi në atë aspekt se nuk keq kuptohem ato. Nuk keq kuptohem. Vëllai nderuar, a e ke verifikuar ndonjëherë? Unë pyetje po bëj. Nuk është me bo vezvese kërkon vallahi. As nuk është me kontestu imanin e kërkues, veç pyetje po bëj. A ke verifikuar ndonjëherë mos të qenurit mushrik? Ti si mushrik? Si ti mushrik? Mirë, nuk jena, elhamdulillah, nuk jena mushrik. Veç a ke verifikuar ndonjëherë këtë me Kur'an dhe me Sunet? Munafik, si jem, inshallah. A jem, zi a jem. A si jem. A ke verifiku ndonjëherë me Kur'an dhe me Sunet të qenurit apo mos të qenurit dyftësh? Ata që kanë verifiku ditë për ditë kanë bërë verifikime, ende nuk kanë arrit me thonë se dul pozitiv ato. Ashab të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Sayyid ibn Musayyib thot: "Adraktu 70 min ashabin nabi." Sallallahu alaihi wasallam 70 vet i kom taku nga ashabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, kulluhum, të gjithë, pa përjashtim asnjëri, gjithë friksojnë nga dyftësia apo. Edhe pse verifikojnë ditë për ditë. Ashabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam çdo 7 ditë kanë bu hat me Kur'anin atë. Kanë pas këtë një orë. Hatme me përfundu çdo 7 ditë, njëherë në javë. Para mëna 4 herë në muaj kanë bu verifikime detajzuar përmes Kur'anit, se kanë qenë arab, e kanë kuptuar shumë mirë Kur'anin, atë çka ka lexuar, ka ditë çka po lexon. 4 herë në muaj minimumi e kanë verifikuar në mënyrë të vazhdueshme sa thua vallë, a kemi ndonjë ngjashmëri ne me ata që Allahu thotë dyftysha apo jo, dhe mas kohë të gjatë të këtij verifikimi ende nuk kanë pas guxim të thonë se dul pozitiv, rezultati nuk jemi atë. Ndërsa dikush prej neve, ndoshta një herë në 5 vjet e ka buhat me Kur'anin, apo ose një herë në vjet në Ramazan, dhe atë në gjuhën arabe nuk e kupton çfarë lexon, dhe me i thonë për shembull, o vëlla, ke kshu njëre munafik, tha tja, s'po vjen marrë me më thonë kështu? Apo? E po, kjo është ndikimi i dopt, po them kështu kushtimisht, baza e paqëndrueshme, mbi cilën ne qëndrojmë, kur themi se baza jonë është Kurani dhe Suneti i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Jo vëllai nderuar, baza jote është atëherë kur shërbet për këtë punë. Nëse Kur'anin se përdorim për të verifikuar deklaratat tona, për çka kanë me përdorur vëllai? Për çka me përdor? Nëse Kur'anin nuk e përdorim dhe Sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam
për të verifiku se a jemi munafika, nuk jemi, atë çka të vinë Kurani Allah? Për sevap me lezu, këtë lezojnë, gale mëski. Këtë lezojnë. Ka njerëz të cilët nuk kanë përputhshmëri me ehli sunetin në 10 pika. Lezojnë Kur'an më shumë sunet e japtën. A nuk ka thonë për xhavarit kështu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Para mëna, para sahabët e pejgamberit ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, yahqiru ahadukum. Kur i shet dikush për juve se si falën ata, o ashab, o Abu Bekr, ti duket vitja kur gjë heq ata. Yahqiru ahadukum. E nënçmon dikush nga ju s'ka shmërisht adhurimin e tij përballë adhurimeve të tyre. Yaqra'un al-Quran. Ata lexojnë Kur'an. Ata lexojnë Kur'an. Wallahi nuk janë boksu pse kanë emrin filan e fistek ata. Qase Allahu xhalla wala nuk ka problem me emrin e askujt për neve, as me ngjyrën e askujt për neve, as me pamjen e askujt për neve. Problemi shfaqet atëherë kur na bëjmë probleme me kuptimet tona. Andaj, yaqra'un al-Quran, ata lexojnë Kur'an, bëjnë ibadet, falen, aq shumë, para mëno kur Abu Bekri e nënvlerëson punën e tij përballë tyre, e na çu dukum na përballë xhavarëjve. Apo lexojnë Kur'an. Por çfarë, ku është problemi? Ku është problemi? Nuk bjen te zemra. Apo ç'kysh i bjen me Kur'an zemër? Këtu në zemër janë i grumbull deklaratash. Se na me zemër themi me zemrën e musliman, me zemrën e ahli sunna. Apo e ke qu Kur'an në komisionin e Kur'anit në zemër me verifiku atje a është situata në rregull apo nuk është? Apo Kur'ani ka komisione saktuara, do të me qu ko paskua me verifiku gjendjen, a në rregull ajo. Kur'ani të raporton ty se a ka përshtatje mes kësaj dhe kësaj. Ç'është gjendja? Ç'është gjendja? A në rregull? Devotshmëria që na pasionojmë, ku janë kufit e saj? Kuptimi i saj drejt e kështu me radhë. Prandaj Allahu xhalla xhelaluhu i ka qortu një kategori njerëzish në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, pse kanë qenë besimtar, i ka qortu dhe i ka quajtur Allahu xhalla wala ignorant. Për çfarë arsye? Nga se nuk i ka njoh këta kufi ata. Shikoj Allahu xhalla wala çka thotë. Në surën Tauba në ajetin 97. El-a'rabu ashaddu kufran wa nifaqan. Wa ajdaru an la ya'lamu hudud ma anzala Allahu ala rasuli. Në surën Tauba në ajetin 97 Allahu thotë: Arabët, beduinët, njerëz që do të thotë janë larg civilizimit, jo për shkak se nuk kanë shtëpia të mira ata. Kjo kategori njerëzish janë ashaddu kufran wa nifaqan. Këta njerëz janë, do të thotë njerëz që ka zënë thellë rrënjë tek ata mosbesimi dhe nifaku. Pse o Zoti i për arsye? Nga se këta nuk i njohin kufet ata. Këta mendojnë se mejdani ku qëndrojnë ata është devotshmëri. Shiko, ata mendojnë se mejdani ku qëndrojnë ata është besim. Nërsa Allahu ka gjykuar se kjo është kufër dhe nifak. A ka ndodhur me disa njerëz në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që duke shkuar në luftë janë tallë me ashabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe kanë thonë këta qurrauna, këta dietar ton, ka se ka pas dietar ku janë ashabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Dishmi ton, janë tallë, këta nuk dinë kurrë, këta vetëm hongër me pijen ata. E çështën tallë ata, me ta. Dhe këtë e kanë konsideruar hajgare. Po, si pas definimit tënë, kjo është hajgare. Si pas definimit shretik, qka kjo? La të dhiru. Kajtë kefertum. Ska arsye tim hajgare. Keni bu kufër apëtan. Shiko që fadli mund të ketë mes hartave tona dhe hartave të shariatit. Pra ne përsaktimi i hartave nga anë e shariatit dhe i kufime dhe i teritoreve në bazë të Kur'anit dhe Sunetit është dëshmi se bazë e jonë është Kur'ani dhe Suneti pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ndërsa mos përputhja e hartave tona me hartat dhe kufit
dhe mbadhësinë e qendrave, qyteteve që janë brenda hartës, në bazë të Kuranit Sunetit është dëshmi se nuk është bazë në Kuranit Sunetit. Sikur se njëti më marr një hartë, e dikush më thon ty, kjo është harta e Shqipënisë. Ti shikon, s'ka deti. Shikon s'ka gjelbrim, e tëra është shketin, apo shikon se forma e saj është, forma e Shqipënisë është në vertikale, ti e sheh se kjo është horizontale. Apo më shumë i ngjan Amerikës se Shqipënisë, apo pastaj gjelbrimi munges ato që si në Arabi me kon. Thonë fal Allah, thonë, fal, në bazë, shiko, në bazë të çkafit e ke bëu këtë hartë. Me njerëz, qase s'është s'padal Allah. Ai thotë, valla në bazë në fotografi atje. Aty Allah ti ke fotografuar Amerikën, apo Shqipënia del ndryshe. Apo edhe ne e themi, në bazë të çkafit deklaron se nuk je munafik. Në bazë çkafit. Në bazë të Kuranit dhe Sunetit, e për qenë kështut, duhet përshtatur shprehja me kuptimin e kësaj smundje në bazë ato që e ka definu Kurani dhe Suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj, kjo është një temë e madhe, mi duhet të ma që ka thënë Ibn Qayyim rahimahullah. Thot, famin ashrafil ulumi wa anfa'iha, prej njohurive më të çmuara dhe do të thotë më të dobishme është njohja kufeve. Njohja kufeve. Që tunë ato që na po i themi konceptet, kuptimet, me kuptu, jo me deklaru. Na dirë sot kemi thonë, la ilaha illallah, po, tash ka përfundu koha e deklarimit, ka arë koha e kuptimit. Shikojmë çfarë kufe përcakton la ilaha illallah. Që kjo është misioni jonë. Çfarë harte përcakton la ilaha illallah. Ku e vendos kryeqytetin la ilaha illallah? Nështë e në rënë, se banë Tiranën kryeqytet mo. Nështë ku i përcakton burimet e ujit la ilaha illallah? Nështë ju ku i kena përcaktu na? Andaj, kjo është menhegji jonë. Kjo është misioni jonë. Që nga deklarimet kalojmë në përcaktimin e kufeve që nuk kupton kuptimet dhe konceptet. Që kjo është ajo. E kur fillojmë të mirëmi me definimin e kuptimeve dhe përcaktimin e koncepteve si duhet, duke u bazuar në Kur'an dhe Sunet, ne dëshmojmë se baza jonë këtë dhe më është Kur'an dhe Sunet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ku fillon dashuria ndaj Allahut xhallahu ala? Apo dhe ku i ka kufit Allah? Këse kësa njëre dhe du Allah në gjallë gjallë, pas është heq fare në loja i për këtë punë. Andaj, kuptimi i drejt i liris, kuptimi i drejt i dashuris, kuptimi i drejt i vllazëris, këna duhet. Sigur e pa ta quajtur mati, na duhet që ta përdorim fjallor në Abu Bekrin të komunikim. Sot la ndëruar, ne, si një popull që jemi shqiptar, apo, i kemi dy prej thekseve, do të njohura, Geg dhe Tosk, apo? Nga njerë din t'jen aqë dallimi madhë, edhe pse janë një popull, nuk mund të mirë në vesh me zveti, ato. Nuk mund të mirë në vesh me zveti. E për të marrë vesh me zveti, duhet me përsaktu qëfar? Fjallorën e përbashkët. Që fletin fshatin tënë, me fëqijën tënë kjo problemi joti, por kur do më komuniku me pjesën e mbetur të shqiptarëve, në mënyrë akademike, shkencore, me shku një libër, do është i përshtatës standardit caktuar që të gjithë marrin vesh atë. Edhe nëse merr shprehjen, e ka një fjalor që kthehet atje e kupton çka ka dashur të thonë. Që të rregullohet sistemohet, apo para mendoj tash çdo vendbanim i shqiptarëve të ketë fjalor të vetë natë. Çka mbetet nga gjuha shqipe? Azzolla, ato dialektet e pasurojnë me një rraf saktuar. Po nëse nuk përdoren si duhet, i acarojnë raportet, na nuk mund të marrë vesh Allah. A kena problem? Ka njerë vallaj, ka njerë trojve caktume që kanë për përkthys, se me mërë, qka tu dash me thonë? Nga sa i thët diqka, qka ti thua, ka e ndryshë aftën. Në qofë se në nivel komptar, ka që dvogl, kena problemin komunikim. Apo, edhe kur kush nga ka pengu, s'ka pas, nuk ka, dëgjane këtë, nuk ka pas, për shembull, ndonjë investim të madh, fushat, hajtë t'ja u prishim shqiptarëve gjuhën e mos mirën në vesh, s'ka pashtu, kjo është e natyrshme. Këta i kanë kështu, na tonë kështu, po duhet më unifikuar. E çfarë ta merr mendja për një fushat vazhdueshme
për të na sjellë në mejdan të keq kuptimit. Prishja u gjuhën mos mirën vesh musliman mes vetë apo. E këtu sa duhet tash me insistuar në unifikimin e fjalorëve që të marrën vesh Allah. Me pas njëri vëlla, çka i bën? Unë nuk e di. Vëlla musliman. Dikush një vëlla musliman, çka kjo? Dikush të pyet për shembull ty, çka është kjo vëlla musliman? Çka i thosh vëlla? Po vëlla musliman është ai i cili çka, kush ai? Çele fjalon e Bubekrit. Të shkojnë atje, kush ti më bën vëlla? Kjo vëlla muslim lexo për sa marr, lexoj. Vëlla musliman është çka. Çita kanë nevojë me bota. Çita kanë nevojë me bota. Çka i bën i devotshëm te Omeri? Bismillah, fjallorim. Apo të përputhin mes shprehjes edhe kuptimit në bazë të fjallorit të unifikuar apo. Këta janë ehli sunne wal jamaa. E kam pyet Ejube Sakhtian një pyetje që ka të bëjë me mejdanin e unifikimit të termeve. Dhe i kanë thënë subhanallah, krejt sikur se ka thonë, ka thonë përgjigje me Mahmedi apo. Njëjtë. Ka thonë vallahi kur dhash përgjigje as në mend se kum pas Imam Mahmedin apo. Apo? Po e njëjtë është apo. Një fjalor, një burim, një kuptim. Prandaj thotë Sheikh Hussein ibn Taymi rahimullah se termet të cilat kanë të bëjnë me përmirësimin e zemrës janë të thjeshtësuara në Kur'an dhe Sunet ngjajshëm me termet që kanë të bëjnë me besimin. Andaj thotë Sheikh Hussein ibn Taymi rahimullah, për këtë arsye nuk gjejmë se për përmirësimin e zemrës ashabët i kanë pyetur dietarët e tyre në këtë çështje apo. E ka kuptuar qartë Allah. Qartë ka kuptuar. Çka me komunafik, ma qartë s'ka mo. Çka është kad aflahal mu'minun. Kanë shpëtuar besimtarët. Kush janë këta? Çike. Shumë është thjesht Allah. Shumë është thjesht. Kur e përdor fjalorin për çështë duhur apo. Andaj po, kam pas në me vojt me pyet Zeid ibn Thabit për trashëgimi. Kjo punë pak më e komplikuar është apo. Kam pas në me pyet për shembull Muadh ibn Jabelin për këtë punë halal haram, disa çështje që janë më të konklavitura. Hadith ibn Taymi rahimullah, po nuk kam pas nevojë me pyet se çka është e mirë, çka është e keqe në raport me pastrimin e zemrës. E kanë ditë për Kur'anin e Personit pejgamberit sa kur bëhet baza unifikuar apo. Prandaj kjo është një reflektim i rëndësishëm i të qenit Kur'anit bazë e pastrimit të zemrës. Të unifikohet shprehja me domethënie dhe përmbajtjen e saj që mirët të dyjat, edhe shprehja, po mirët edhe përmbajtja nga fjala Allahu xhallahu ala dhe fjala pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj kjo ka të bëjë me bazamentin që Kur'ani dhe Suneti janë baza e jon në shërimin e zemrës. Janë disa baza tjera që do të flasim për to në pjesën e dytë, por dera që një orë të tërë t'ja kushtoj kësaj teme për shkak të rëndësisë dhe përgjegjësisë të madhe që ka për Allahu xhallahu ala. Andaj këto janë, domethënë, kjo është baza dhe këto janë reflektimet e kësaj baze në jetën e përgjithshme të çdo muslimani. Allahu na lësë që të jetë realisht dhe praktikisht Kur'ani dhe Suneti baza e jon, mbi cilën ndërtojmë kuptimin e fesë në tërësi dhe ndërtojmë mbi të pastrimin e zemrës tonë si duhet. Allahu shpërblet për vëmendjen me kaq, po e përmendoj këtë tash si duket e kena një pushim të namazit dhe drekës e pastaj kthehemi përsëri. Allahu shpërblet sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam.